Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut vendosën gur themelin për ndërtimin e interkonjeksionit 400 kV mes dy vendeve. Drejtori SHA MEPSO Burim Latifi, duke theksuar rëndësinë e interkonjeksionit të ri Manastir 2 për stabilitetin energjetik të Maqedonisë Jugperëndimore dhe të gjithë sistemit nacional energjetik, tha se kjo do të sigurojë stabilitet të sistemit të transmetimit. Sipas tij, me këtë interkonjeksion, po mbyllet hallka e fundit energjetike e korridorit të 8 pan-europian. Me vendosjen e gur themelit për linjën interkonektive të transmetimit që lidh Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, që fillon nga Manastiri, Ohor e përfundon në Elbasan, fillojmë realizimin e një projekti që ka rëndësi të jashtëzakonshme si për vendet tona, ashtu edhe për rajonin. Trashëguam një projekt tërësisht të bllokuar. Për 4 vite projekti nuk ishte realizuar as 4%. Rrjedhimisht identifikuam pikat e dobta, eliminuam barierat administrative dhe në një kohë të shkurtër e kemi kthyer këtë projekt nga një ide në letër në një projekt konkret në terren. Projekti parashikon ndërtimin e rreth 100 kilometrave linjë transmetimi erore nga stacioni transformator Manastir 2 deri në kufirin mes Maqedonisë dhe Shqipërisë. Projekti vlerësohet të kushtoj rreth 17 milion euro, i financuar përmes kredisë dhe granteve nga Banka Evropiane e Zhvillimit dhe fondet europiane. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjetikës së Shqipërisë Nea Karakaçi tha se nisja e punimeve për linjën 400 kV mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut është një investim për sigurinë, zhvillimin dhe integrimin e përbashkët evropian mes dy vendeve. Projekti i linjës 400 kV Elbasan-Bitola është një nga hallkat më të rëndësishme të korridorit energjetik lindje-perëndim, pjesë e rëndësishme e korridorit 8. Ai përmbyll një boshllëk historik në rrjetin rajonal dhe krijon një lidhje të drejtë për drejtë midis sistemeve tona energjetike, duke rritur ndjeshëm sigurinë e furnizimit për të dy palët dhe duke shërbyer si një instrument i cili garanton angazhimet e dy shteteve për integrimin rajonal dhe europian të tregjeve tona, krahas integrimit politik të Bashkimit Evropian. Karakaçi tha se Shqipëria ka arritur të realizojë 80% të punimeve për ndërtimin e linjës energjetike që është pjesë e korridorit të 8. Kjo linjë nuk është vetëm një projekt bilateral, ajo është pjesë e një vizioni më të gjerë, korridorit 8 energjetik që lidh Bullgarinë, Maqedoninë e Veriut, Shqipërinë dhe me te Italinë. Përmes këtij korridori, ne po ndërtojmë një urë të re energjetike midis linjës dhe perëndimit të Europës. Duke e vlerësuar maksimalisht të projekt, ne jemi investuar intensivisht në pjesën e linjës që kalon përmes Shqipërisë dhe me krenari, por me mirë kuptoni, jo për efekt të bërjes së konkurrencës, se nuk do të ishte vendi ky, mund të themi se kemi arritur në 80% të punimeve për ndërtimin e linjës në territorin shqiptar. Kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami dënon deklaratat e kryetarit të gjykatës kushtetuese për trajtimin e gjuhës shqipe. Nuk pajtohem me deklaratat e papjekura të kryetarit të gjykatës kushtetuese në disa raste, jo vetëm sa i përket gjuhës shqipe, por sigurisht që është përgjegjësi individuale e tij, kurse sa i përket përgjegjësisë institucionale, sigurisht që edhe kuvendi, edhe presidenti, edhe çdo institucion që ka përgjegjësi në propozimet që japin për anëtarët e gjykatës kushtetuese, do e kenë parasysh në të ardhmen për propozimet të cilat i bën. Kryetari i Komunës Tetovës tha se gjykata kushtetuese është organ institucion i pavarur të cilin po ashtu na e ka lënë trashëgimi qeveria e kaluar. Gjykata kushtetuese është organ institucion i pavarur, të cilën po ashtu na e ka lënë trashëgimi qeveria paraprake. Ne do të punojmë që edhe kjo gjykatë të funksionojë në bazë të kushtetutës edhe të ligjit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nga foltorja e kuvendit tha se vullneti i popullit nuk anullohet me dekrete. Kreu i qeverisë tha se dekreti miratuar nga presidentja nuk ishte në përputhje me Kushtetutën e Republikës dhe ka krijuar një situatë që sipas tij kërkon qartësi dhe jo konfuzion dhe përgjegjësi dhe jo shmangje. Vullneti i popullit nuk anulohet me dekrete dhe rrjedhimisht as nuk shpërndahet. Tani pas qartësimit dhe vërtetimit të kësaj të vërtetë të pamohueshme, sot nuk kemi një boshllëk institucional përpara nesh, por kemi një detyrë të qartë. Kuvendi është funksional dhe i kthehet punës së tij. Mandati i deputetëve është i gjallë dhe përgjegjësia ndaj proceseve politikave publike është edhe më e madhe. Afatet kushtetuese janë në rrjedh, shteti nuk ka ndalur së vepruari dhe nuk ka asnjë arsye që ne ta ndalim atë. Përkundrazi, çdo përpjekje për ta ndërprerë këtë funksionim do të ishte jo vetëm politikisht e gabuar,
por edhe një president që cënon vetë idenë e ndarjes dhe balancës së pushteteve. Vetëvendosja garanton shumicën në Kuvendin e Kosovës për arritjen e marrëveshjeve ndërkombëtare. Deputetët e Kuvendit miratuan disa marrëveshje ndërkombëtare me mbi 80 vota deputetësh, ndërsa u votua dhe komisioni ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për bordin e Radio Televizionit Kosovës. Ndërkohë, quorum nuk pati për marrëveshje ndërkombëtare për zhvillimin e sektorit financiar të Kosovës mes Ministrisë së Financave dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim, pasi për këtë marrëveshje ndërkombëtare ishin vetëm 77 vota nga 80 të domosdoshme për miratim. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.